Emilia Regjepi dhe Nenad Rashić janë dy njerëzit e parë me të cilët kryeministri në detyrë Albin Kurti ka nisur konsultimet për krijimin e qeverisë së re. Dy antarët e qeverisë për të cilët Kurti kishte në vazhdimsi fjalë të mira, ja dhan fjalën atij se do ta votojnë për kryeministër në seancën konstituive të 15 prillit. Kemi fillu me takime zyrtare me krerë të partive politike, paradite kanë qenë Emilia Regjepi dhe Nenad Rashić, do të vazhdojmë edhe me të tjerë. Konsultimet me partitë e pakicave të cilat siguruan ulse në kuvend, do të vazhdojnë edhe të njëjtën. Nesër e kemi një ftesë me u taku me kryeministrin, edhe mande dim sepse pa u taku nuk dim kur gja. Nuk kemi vijat kuqe. Ne cili partner që vjen na respekton programin ton, respekton kërkesat e komunitetit egjiptian. Nuk e kemi votën blanko, domethënë gjithçysh. Nëse kemi më respekt, nëse respektojmë si parti nuk e kemi probleme ne kam në fund. Edhe në shkullzjedhje. Ndonë se shumica e këtyre 11 deputatëve janë të gatshëm që ta votojnë cilën do qeveri, është vota e deputetit Adem Hoxha, e cila mund t'ja komplikojë gjërat Kurtit. Televizioni ka tentuar që të marrë një qëndrim nga Hoxha, mirëpo ai gjatë gjithë ditës ka qenë i paqasshëm. Këto janë tentativat e para publike të vetëvendosjes për t'i bërë 61 votat e nevojshme për formimin e qeverisë. Për çështjet e koalicioneve u deklarua gjatë ditës edhe presidentja Vjosa Osmani. Siç e dini, si presidente s'kam të drejtë vote, dhe pavarësisht se në të kaluarën mund të ketë pasur president që janë përzier në çështje të koalicioneve, unë i konsideroj ato çështje partijake, që sipas kushtetutës nuk janë detyrë imja, por jam besim plot që institucionet përkatëse, në këtë rast deputetët e Kuvendit të Kosovës, do të bëjnë çmos që kjo të jetë seancë e suksesshme. Deri më 15 prill, Kurti përveç pakicave, do t'i duhet ta bindë edhe një parti tjetër shqiptare në mënyrë që t'i bëjë votat e nevojshme.